Benita qëndronte në divan, duke lëvizur këmbën me nervozizëm, ndërsa Toni ishte futur në kuzhinë të merrte ujë. Shtëpia ishte qetësuar pas një dite të gjatë, por ajo kishte atë ndjesinë e brendshme që nuk e lë rehat, atë lloj xhelozie të ëmbël që i vlonte gjakun. Sapo Toni u kthye, ajo e fiksuar si lazer, i anguli syt. Toni, tha me një ton të ulët, por aq të prerë sa edhe muri do kishte dridhur. Hajde pak këtu, se dua me të fol pak. Toni ngriti vetullën, me gotën e ujit në dorë. Çfarë ke moj zemër? Çfarë ndodhi? Benita ngriti kokën lart, i rregulloi flokët dhe u ul drejt, sikur po hynte në ndonjë gjyq madhor. Dëgjoj mirë e mos haro atë që do të them. Nisi ajo, duke i bërë me gisht drejt. Mos guxo, më dëgjon. Mos guxo me i hedhur syt ndonjë gocë tjetër këtu brenda. Se të mbys. Të mbys, e shqiptoi ngadalë, fjalë për fjalë, që t'i futej në tru. Toni ngriti duart lart, i trembur nga serioziteti i saj. Po pse moj shpirt? Çfarë kam bërë unë? As si kam parë njeri. Unë syt i kam të ti, o zemra ime. Benita tunte kokën, po s'ka rëndësi nëse i ke hedh sot apo dje. Unë po të them për çdo ditë të ardhshme të jetës sate. Mos i hidh. Se unë nuk jam si gocat tjera, jo. Unë kam radar, kam detektor, kam nuhatje. Unë e di kur dikush shikon edhe pa shikuar, pastaj ja afroj gishtin të sytë e ti. E shikon këtu? Këta sy i dua vetëm për vete. Vetëm për mu. Po të kap ndonjë ditë që ke harruar këtë rregull. Ajo bëri një pauzë dramatike. Më ke punë. Toni filloi të qeshte me nervozizëm. Po mirë zemra ime, po pse bëhesh kështu kaq xheloze? Unë të dua ty, vetëm ty këtu ka kamera. Ti e sheh çdo gjë, s'kam ku me ik. Benita nuk e lëshoi Tonin. Kamerat. Po mirë more çun, kamerat kapin veprime, jo mendime. E nëse mendon që mund të mendosh për ndonjë tjetër, prap të mbys, pastaj u shty drejt tij, duke e parë me sytë e saj të mëdhenj e plot zjarr. Të kam paralajmëruar. Mos me ma çu tensionin kot. Se unë jam një engjëll kur jam e lumtur. Por bëhem to.